Këtë herë Stori udhëton në Mokrën e Poshtme, në njësinë administrative të Vëlçanit, ku do të qëndrojmë në një tjetër fshat për të mësuar diçka më shumë rreth kësaj zone, banorëve, traditave, zakoneve. Do të qëndrojmë në Buzaisht, një fshat i cili çuditërisht, ndryshe nga shumë fshatra të tjerë të Mokrës, apo ndryshe nga shumë fshatra të tjerë shqiptar, nuk është braktisur masivisht nga banorët. Kjo lidhet me arsye të shumta. Edhe pse ndonjëherë shërbimet që ata kanë nuk kanë qenë në nivelin e duhur dhe maksimal për të mos e braktisur fshatin, sërish ata kanë vendosur të qëndrojnë këtu. Do të mësojmë diçka më shumë se nga vjen emri Buzaisht, si është vendosur ky emër, çfarë bëjnë banorët këtu, me çfarë jetojnë, cilat janë prodhimet kryesore të kësaj zone dhe një ndër to rezulton të jetë patatja dhe produkte të tjera sigurisht, çfarë kanë bërë në periudhën e komunizmit, si kanë jetuar dhe si e kanë bërë jetën e tyre, si ka ardhur demokracia dhe çfarë ka sjellë demokracia pikërisht për banorët dhe familjet e fshatit Buzaisht. Më vjen mirë që sot janë më shumë se sa 100 shtëpi të cilat janë të banueshme në fshatin e Buzaishtës nga 150-160 të tilla që kanë qenë në periudhën e komunizmit. Një zonë e cila dikur ka qenë lagje e Vëlçanit, por që sot është transformuar në një fshat me shumë banesa, me shumë banor, me shtëpi të reja të cilat rikonstruktohen vit pas viti, e që duket se tashmë po futen edhe në rrugën drejt turizmit dhe agroturizmit, pasi në këtë zonë ka nisur dhe dallëndyshjet e para të hapjes së shërbimit për turistët e huaj. Një fshat i cili nuk i mungon asgjë. Ka ujë, ka drita, ka toka bujësore, edhe pse jo shumë të mëdha në sipërfaqe, por që asnjë centimetër prej tyre nuk lihet djerë, nuk ka një rrugë dhe kjo është kërkesa kryesore e banorëve në mënyrë që fshati të vazhdojë të zhvillohet më tej, por sigurisht dhe të ndalet lëvizja e banorëve drejt qytetit. Në zemër të Mokrës, vetëm pak kilometra larg Vëlçanit të Pogredecit, shtrihet fshati Buzaisht. Një fshat i vogël në numër, por i madh në shpirt. Një vend ku toka punohet çdo ditë, ku uji nuk mungon, ku klima është aleate dhe ku njerëzit kanë zgjedhur të mos e braktisin. Me rreth 560 banor, Buzaishta nuk është tashmë thjesht një pikë e vogël në hartë në njësinë administrative të Vëlçanit. Është një shembull i rrallë i qëndrueshmërisë rurale në një kohë kur shumë fshatra të Mokrës janë boshatisur. Emri i fshatit nuk ka origjinë të lashtë, por lidhet ngushtë me natyrën. Buzaisht vjen nga bimësia e aishtës që rrethon zonën. Fillimisht u propozuan 3 emra: Baribardh, Arras dhe Buzaisht. U zgjodhi fundit sepse i përshtatej më së miri peizazhit dhe identitetit të vendit. Buzaisht është një fshat i krijuar gjatë periudhës së komunizmit, dikur zonë stallash për bagti, e më pas nisi vendosja dhe ndërtimi i jetës komunitare. Kryeplaku i fshatit na tregon historinë e Buzaishtës, nga dita kur ishte vetëm një hapësirë shfrytëzimi bujësore, deri në krijimin e një fshati të mirëfillt, një histori e ndërtuar me punë dhe jo me legjenda. Në komunizëm, banorët kujtojnë një jetë të pasur kulturore, dasma që zgjasnin me ditë të tëra, festa që i bashkonin të gjithë, këngë iso, burrësh, valle dyshe, gatime brumi, tradita që ruhen ende në ditët e sotme, jo si muze, por si pjesë e jetës së përditshme të banorëve. Tashi kjo zonë fillimisht ka filluar që të banohet rreth viteve 45 e mbrapa. Se përpara 45-s ne kemi qenë banorë të Vëlçanit, tu kanë qenë disa kasolla, çobene që mbajnë blektorinë. Pastaj pas lirimit u spostua fshati dhe erdhi në zonën tonë. Po ne kemi qenë pjesë e fshatit Vëlçan. Kemi qenë një me Vëlçanin deri në vitin 70. Mbas vitit 70 jemi shkëputur nga kooperativa Vëlçan dhe quheshim fshati Buzaisht. Emrin e kemi vendosur, ne kemi propozuar si fshat që të kishim 3 emra: Arras, Guri Bardh edhe Buzaisht. Në atë kohë ai pranuan që u vendos Buzaisht me qëllim se fshati
është buza ishtës. Fshati në atë kohë është përbërë për rreth 150 familje. Fiset kryesore kanë qenë fisi Hyko, fisi Qelë, fisi Bib dhe Rapçe. Mbasi u bë demokracia, filluan që të ikin njerëzit dhe kanë ikur rreth 40-50 familje që kanë ikur nga fshati. Të tjerët jemi këtu, rreth 100 ca familje jemi këtu. Vazhdojnë të jenë. Vazhdojnë të jenë. Fshati Buzëqt është nga fshatrat më të bukur dhe më të mrekullueshëm. Për arsye të fshatarëve, të njerëzve, po edhe të tokave dhe të ujit që ka kjo zonë. Ka një histori mjaft të bukur, me fjalë këtu punohet, mbillet, merret edhe fruti, por nuk shitet. Si fshat është punëtor, njerëzit janë shumë dashamirës dhe të mirë, por Arsyeja që kemi ngelur këtu ne që nuk jemi spostuar shumë ka qenë se ne nga viti 2005-2007, nuk më kujtohet çfarë viti ka ardhur një fondacion që quhej Agrinas këtu. Agrinasi futi farën e patates këtu dhe kishte rreth 40-50 fermerë fshati. Që ishin të lidhur me Agrinas dhe prodhonin farën e merrte shoqata, ndërtoi dhe magazinën ajo aty dhe e dërgonte në Korçë, dërgonte në Lushnjë, farën ai grumbullonin ne ata dhe e shpërndante. Vitin tjetër na e sillte që nga Hollanda. E sillte super elite farën. Këtu dilte elitja që e shpërndante për zonën tjetër këtu ajo dhe atëherë filloi mirëqenia që u rrit mirëqenia e fshatit. Na ndërtuan dhe rrugën ata. Fshati jonë është i vetmi fshat që e do tokën, e punon tokën. Dhe një arsye tjetër se ne kemi dhe ujin këtu, ujit për të vaditur, ujë për të pirë, se dhe ajo ndikon. Pra, nuk keni problem. Jo, s'kemi problem për ujin e vaditjes njërë kemi, është pa problem, kemi 2 rezervuar. Rezervuar që kemi aty në kryet fshatit, është dhe një rezervuar tjetër atje më sipër, rezervuar i Frëngovishtit. Ujit nuk e kemi problem ne si fshat. Ajo ka qenë arsyeja kryesore se ujit e mban fshatin që të jetojë këtu dhe punohet toka. Ose mbillet patate, o mbillet fasule, o mbillet misër, nuk ngelet tokë pa punuar këtu. Ajo tokë që është mbillet, pak tokë kemi ne, po ajo që është punohet. sot fshati Buzëqt momentalisht ka 564 frymë, që i bie diku te 94-92 familje. 500 veta që jetojnë ende në Që këtë jetojnë fshat. këtu. Po si shpjegohet, pse nuk kanë ikur njerëzit siç ka ndodhur në shumë fshatrat e tjerë të Mokrës? E vetmi arsye ka qenë patatja që këtu është konsumuar masivisht. Me fjalë këtu nuk ka pas familje që të mos ketë kultivuar patate. Familje. Të gjithë kush me një lym 2, 3, 5, por kështu janë marrë me të. Dhe kanë marrë të ardhura të konsiderueshme. Ku i binte për një lym në atë kohë merrje 60 kuntal patate. Dhe shitej. Po, vinin këtu nga Fieri, nga Vlora, nga Tirana, nga të gjithë qytetet e mëdha flitet, që merrin biles prisnin ti shkulnje dhe ti merrnin. Erdhi hollandezi, Jos van der Stooy, kalon rastisht këtu, e sheti matë dhe qëndron, sa ata ishin me misionin për pataten. Dhe që këtu filloi patatja. U kthye rastisht në shtëpi nga 94. 94. Më përpara fshati nuk e kishte konsumuar patate. Jo. Mbi nga kooperativa me atë misionin me gropa, një grëm këtu, një grëm atje. E çfarë ndodhi më pas? Më pas ata filluan të vinin, të bien si fillimisht 3-4 fermer, patate farë që nga Hollanda. Dhe kështu filloi misioni patates. Me 3-4 fermer, vitin e dytë u bën 10 fermer dhe vazhdoi deri mjaft vite me nga 10-15 fermer, jo më shumë. Janë shtuar, domethënë vit pas viti. Po, janë shtuar. Pastaj u bë gjithë fshati. Ata binin fare elite, prodhoheshe fara cilësore shpërndaheshe në për rrethet e tjera në Korçë, në Fier, në Lushnjë, në për vendet që ata kishin kërkesat e tyre, po dhe që e shpërndanin. Tani besoj edhe pse ka rënë kërkesa për ta bler pataten, është e njëjta patate që ruhet, e njëjta. Po, e njëjta. Fara vjen nga Hollanda, vjen elite. Elite do të thotë fare pastër, që vjen që ande, prerë të parë prodhohet këtu, dhe cikli i dytë mbetet që shitet për farë për eksport për vendet e tjera. Toka prodhon mirë, po fal klimës që është ftohtë, sepse patatja do klim të ftohtë, nuk mund të prodhohet në Velçan. Ne jemi një fshat komun, me fjalë 1 kilometër nga këtu, por ajo nuk prodhon patate. Mbjellin, po nuk prodhojnë.
dele shtrembët dhe deformuar jo e shishme, sepse Se këtu ka formën perfekte. këtu ka formën perfekte, ka shijen perfekte. Kishte furrë fshati, kishte furrë, kishte kovaçan, kishte dyqane ushqimore, ja ka qenë dyqani aty, kishte të gjitha fshati. Në atë kohë. Sot, kovaçan ne kemi, ka ngelur, infermieri kemi, mulli kemi, shkollën e kemi gjithtashi, si fshati kemi këto. Buzaishta është ndër fshatrat e pakt në Mokër me shkollë funksionale. Sot, shkolla ka rreth 50 nxënës, një shifër domethënëse për zonën. Fshati ka ambulancë, shërbime bazike dhe komunitet të organizuar. Problemi kryesor mbetet rrjeti elektrik i vjetër dhe rruga 4 kilometra që lidh atë me Velçanin, ende e pa investuar, e për të cilën banorët shpresojnë se diçka do të bëhet shumë shpejt. Shumë banorë kanë emigruar në Greqi, Itali e Gjermani, të tjerë janë shpërngulur në Pogradec e Tiranë, por Buzaishta nuk është fshati i mbyllur me drynë. Një pjesë e madhe e migrantëve kthehen gjatë verës, qëndrojnë 2 apo 3 muaj, punojnë tokën, prodhojnë ushqim fshati dhe qetësohen. Shtëpitë janë të mbyllura përkohësisht, por shumica janë të investuara dhe të reja. Nga një vështrim i përgjithshëm në të gjithë fshatrat e Mokrës, Buzaishta rezulton fshati me shtëpitë e reja të rikonstruktuara me numrin më të lartë. Po shkolla këtu është hapur që mbas çlirimit. Domethënë klasë e parë, e dytë dhe e tretë deri në të katërt këtu ka qenë që sa është çliruar Shqipëria, domethënë nga se vitet nuk i di un fiks, po mbas çlirimit është hapur shkolla. Ka qenë një shkollë e vogël këtu, e kanë hapur shkollën ata, pastaj 8 vjeçare ne bëjnë Velçan. Në atë kohë ishin një 2 a 3 ishin të zonës, po të tjerët vinin që nga Pogradeci. Bile në Velçani kishin vendin ata ku rrinin, ishte pallati që është sot atje, që është komuna, ishte për mësuesët, ishte ndërtuar kooperativa shteti u ndërtoi. Flinin atje ata. Njën vetëm të shtunave mbas dite ikin ata dhe të hënën në orën 7 vinin aty se kishte domethënë mësuesët vinin nga Pogradeci. Ata që ishin të zonës ishin të punësuar këtu. Në atë kohë ka qenë numri më i madh. Gjerë në vitet 94-5, bile këtu ka qenë 120 zonës nga viti 94-95, kur filluan që t'ikin familje, se kishte familje që kishte 3 fëmijë në shkollë. Pavarësisht se sot s'kan ata. Po ama dhe sot neve kemi rreth e 50 zonës janë. Këtu kishte vatër kulture, këtu kishte edhe Velçan. Dhe rinia atëre arkëtoshi aq shumë sa çdo javë ne bëjmë mbrëmje. Se i organizonte vetë, ishte komiteti i rinisë të rrethit, kishte edhe në Velçanaj dhe organizonte në bas brigatave. Sot do ta bëj brigate e parë, nesër e bënte brigate e tretë, e dytë, i bëjnë me radhë. Bëjnë në Buzaishtë, shkojnë në Velçan, se qendra kryesore e Vatra Kulturës ishte në Velçan. Shkojnë rinia, mlisin. Çfarë aktivitete bëshin? Atje bëshin mbrëmje për lloj, si ti donjë, ti po mbrëmje bëjnë. Kërcim. Sot bile sot aqaj halli këtyre çuneve të rimë të gjoktu se dalin për këto lokale. Ata dalin nga keqja se s'ka femra ku të bashkohen ata. Ndërsa në atë kohë ishte grup. Unë kisha se kam qenë dhe brigatier në atë kohë. Neve kishim rreth 40-50 rinj brigata. Dhe ishim 50% çupa, 50% djem. Kur bëshin mbrëmje, se pa Shkoj edhe me qef në punë. Po shkoj me qef dhe në punë, po shkoj me qef dhe në mbrëmje, se nuk shkoj si sot çfarë do shkoj, sot do mlidhen ata, vetëm djem ka këtu, se ka, del njëri tjetër. Për atë periudhë kemi nostalgji vetëm për këtë që po ta shpjegoj, se kishte aktivitet rinie. Dilnje në fshat, takoj një shok, takoj një shoqe, takoj një të rritur. Sot, dhe kur dal që nga shtëpia unë këtu, nuk gjen njeri këtë ashtu. Teksa ecim në për rrugët e fshatit Buzaisht, ajo se çfarë të bie në sy, sigurisht që është mungesa e infrastrukturës së mirëfillt rrugore. Në fakt, dikur është ndërtuar si rrugë, është asfaltuar, por për shkak të kohës amortizimit, ajo është dëmtuar dhe sot ka nevojë emergjente që të investohet dhe të kthehet në një rrugë jetike.
edhe të përdorshme për banorët e kësaj zone. Por diçka tjetër që më bëri shumë përshtypje tek sa ecja nëpër fshat është të gjitha shtëpitë, pothuajse 70% e tyre janë të investuara dhe të investuara mirë nga banorët e zonës, të cilët përveç se përfitimeve që nxjerrin nga prodhimet e tokës lokale, një pjesë e madhe e parave që investohen vijnë nga emigracioni. Banorët thonë se këtu ka sinjale shumë të mira dhe shumë të forta edhe për turizëm malor ose agroturizëm. Nuk mungojnë turistët, ka anglez, ka italian, ka gjerman, të cilët kalojnë, por që fatkeqësisht nuk ndalojnë për vetë faktin sepse nuk ka shërbim. Edhe pse dallëndyshet e para të bujtinave kanë dalë, është një banesë diku më në qendër të fshatit e cila ofron shërbime gatimi, është një tjetër që sapo kam parë dhe që do ta shikoni edhe ju që është në proces ndërtimi për të bërë një bujtinë e tillë, e sigurisht për të mirëpritur njerëzit që vinë nga e gjithë bota, edhe në këtë zonë të thellë të Mokrës, e cila ka bukuritë e veta në pranverë, në verë e sidomos në dimër. Këtu ka shpitaria sepse ta thashë, duke qenë si kulturë patatja dhe ka prur të ardhura, kam patur dhe mundësi për të zhvilluar, për të investuar, si shtëpitë, rrugën, sepse këtu po të shikosh dhe rrugët që janë bërë, i kanë bërë vetë nëpërmjes rrugicat, nuk flas rrugë, se një shtëpi rrugicën e vetë e marrën vetë, nuk mund t'ja bëjmë shteti apo dikush. O rruga, nëse do ketë rrugë, falë Zotit ka filluar të bëhet, nuk e di se do shtu inshallah mbaron ose bëhet, po pjesa më kryesore është që nëse do kishte rrugë, kush mund të vijë për një drek mund të hash edhe në Pokradec. Po. Dhe sepse shkatron një mjet për të ngrënë një drek në fshat. Nëse rruga nuk të kushton gjë. E merr familjen edhe konsumon. Pash 2-3 shtëpi që janë drejt asaj rruge. Pra drejt bujtinave. Ka tentativa për të tjera. Kanë me fjalë perspektivë për atë pjesë, por ti mund të ndërtosh edhe mund të bësh shumë të bukur si bujtin, por nuk vjen njëri. Po kalojnë që kemi takuar rastësisht me fjalë anglezë, gjermanë, më shumë gjermanë, po edhe nga Italia ka pas, edhe nga Franca ka pas. Po problemi është që pra turistët janë, po nuk mund të qëndrojnë se nëse s'ka një restorant, një lokal. Çfarë do qëndroj? Të bëj muhabet me mua ose me dikë tjetër? Mund të shikoj gjëra të bukura, mund të bëj një foto, por kur s'ka një gjë për të ngrënë, një gjë për të pirë, për çfarë do të qëndroj? Këtu, në Buzejisht, jeton edhe Gjeviti. Gjevit Hyko është kovaçi i vetmi i mbetur në Mokër. Një figurë simbolike e fshatit, gazmor, punëtor, gjithmonë me humor. Prej vitesh ai vijon zanatin me pasion, zanat që sot po ja trashëgon edhe djalit të tij. Në oborrin e Gjevitit gjen gjithçka: blet, pula, mjalt, Zahire Dimri, një model i vetë mjaftueshmërisë fshatare. Gjeviti nuk është vetëm një kovaç i thjesht. Ai ka shërbyer edhe si mblesatar, duke bashkuar plot 174 çifte, një rekord që flet për besimin dhe respektin që gëzon në komunitet. Gjevit, sa vite ke që merresh me zanatin? Unë kam që në 79-ën. Kam filluar zanatin, edhe gjerë më sot, i thonë 26 vjetë. Mulligji, kovaç edhe punë ndërtimi. Po merrem me bujqësinë. Si erdhi ky profesion? Erdhi, mu dha fiksim. Bile më atë kohë ishte kështu që thoshin mori zanatin e fisi tjetër, po paten qik problem kur u ishe i fijuar, se ishte mentaliteti, po pastaj unë e kështë pasion, thesh, unë pranoj e më mirë, ajë që të më dojë kështu si që jam, se sa e kishe pasion, e shi një andër këtë zanat. Punoj një me hekurat edhe e dashoj shumë. Sa vjeç ishe? Sa vjeç ishe? Unë 22 vjeti kam jërë. 22 vjet. 22 vjet. Pra ti nuk është se ke trashëgimi nga babai, nga gjyshi.
Se kam fisin. E kam fisin, mua dajo nga patur zanaci, po ishte me druri, nuk ishte me këtë. Unë mu dha fiksim. Edhe që atëresh, unë tashi, unë të bëj gjithë veglat që do. Çfarë bën zakonisht? Që të me vështira, ajo garda që bon të fundrën e kades në kohët. Po goshtën, po veglat e reja, unë i përvesoj gjitha. Qka vegël pune? Lere të vita që i rrugulloj, po unë bëj dhe të reja. Unë kam porosi në kavaj, unë kam shkuar 50-100 vegla në Divjak. Kazma, shata, nga ata si të grekët. Të njohin në gjithë Shqipërinë? Gjithë Shqipërinë. Dhe të porositin? Po. E kam numrat e telefonit këtu. E kam këtu. Pra ke krijuar një rrjet madh klientësh në gjithë territorin e Unë kam quar dhe Gjirokastër, dhe e kam në foto këtu. I kam quar 2 saçe që është në kroj ftohtë në Topelen, pjekmish edhe 7 vegla. Ishte firmë druri, po nuk ishte zanaci. Bëhet se bet një shoku im, thot, vegla t'i gjej unë ty poshtë, larkë së ndashu. Përfundimisht, më merë telefon, thot, bëhe pranohe shok, edhe sot unë e kam nikat nga Gjirokastër. Kërkojnë shumë saçe? Kërkojnë. Për pjekmish apo Çdo byrek? gjë e kërkon saç, për si mas asaj. Po që plakë që e kështu e do të letë, po që është femër e re e fortë, ajo dua të mirë, thot. Po bukën e saçit dhe mishin e saçit nuk e bon as furra, as gja. Ja di në vlerën. Është e vështirë apo pasioni? Unë jam me pompë, jam hazmatik. Po unë kur këtu, unë kënaqja, unë s'lodhe. Unë po s'bora i vegël, e kam pasion. Këtu s'lodhe, argëtohen. Ke fëmi? Kam. Po fëmijët e trashëgojnë apo? Quni po. Quni ti jep e sa vendor për çdo gjë. Ti the që je i vetmi kovaç në Mokër. Mokër, kanë qenë 18 zanaci. Ca vdiqën, ca iknë, se ky në qik është me shpezim ky zanat tashi. Se hekurin do t'a blesh. Qymyrin o do t'a bosh, do i fesosh, ose do t'a blesh. Hekuri po. Po nuk çmohet, se humbi interesi, se bujqësin po e braktisin. Vendi, njerëzit u shpopularizua vendi. Kështu që ata që kanë mbetur, për që më porosit Mokrës tjetër mua qande, do vi Filandi, do rrugull e veglat. Që në Pleshisht, në Kryçkov, dhe unë adit e rri. I mbaroj pun, jape i kafe ose i drejkë, se në shtëpi, sa më shumë të pijet dhe të japish, më shumë e shton Perëndia. Kastile e kam borat verandë. Çfarë thua? Po, për zotin. Më thuaj, cila është në kaq vite punë, një ose 2 ngjarje interesante që të kanë ndodhur me njerëzit më sa i përket punës. Keni diçka të veçantë, e cila të ka bërë të qeshësh apo dhe je çuditur ndonjëherë me veten? Jo, një viti punon një me i thirë se punon dhe quni dhe më dhanë ata 20 vegla. Edhe do ne i rrugullosh, mirë po unë, kur i ka përpjet, i ka me ajvan të Samarit. I fut ato veglat një 10-15 kg, i fut ati, kur zbrita ati, qëllon një vegl dhe më pret, 30 pont komplet. Ajo ka qenë ngjarja për mua. Po kërkesa më e çuditshme në një njeriu cila ka qenë? Në një kërkesë për një vegël të çuditshme. Unë një gjë tjetër edhe mos e besoj njeriu, se mi që jemi më gëbot, kam borë qymyr dhe rekonte një gjë, ishte një vorë ati. Edhe ati deshem djegur. Në jetës teme, se e thonë 26 vjetë, ati rekonte si njeri. I dhash i mora unë, kur hapa kaminën unë deshu dogja. Edhe thuaj që vendi është me pëllambë, nuk e besojnë këtë brezeri, po neve po njerë. Kur thua me pëllambë, çfarë kuptimi ka? është me pëllambë nuk djetë se varë është, se qarë ka dheri, më kupton se të dherit jemi, do vdesim Ke shkuar me ta i vënd, thëmë që kurrë, atje, bile atje e kam kujtim. Kur ke ndërmend ta vazhdosh? Do të vete gjersat që ndoj në kambe që të më priten gjunjët. Unë do punoj se e kam pasion, për shembull sot do punoj, nesër do vdes, ose po rash. Këtë e kam sa t'jem që ndoj në kambe.
Ty edhe po mos kesh porosi do vazhdosh punosh. Jo, po ka porosi, unë mos ashtu unë bëj. Unë bëj porosi dhe unë dalë edhe në pazart. Unë e di ku shitaj. Në Gramsh këto lloj latoshkat e vogla, këto lloj edhe për çoban, dhe këto i preferojnë në firmë lushnjë, presin ferra, kurse këto i duan për çoban. Unë bëj dhe më të vockla, i marrin në dorë ata. Kështu që unë Tani, të shoh që je shumë pozitiv, shumë i qeshur, shumë i lumtur. I lumtur jam. Kanë ca fëmijë të mrekullueshëm, kanë një zonjë që ajo ma ka shtuar jetën. S'ma prish kurrë. Kanë ca fëmijë. Ku në shtëpi ke lumturi, atje ku ka muhabet ka bereqet. Po pate fasari, probleme shtëpi, nuk e së nas puna asgjë. Mua më mbështetin dhe nusja, sikur e kam çupën time. Ky zanat është që sa kam salduar unë me aparat të randë, shqyqyr zoti gjë këtu. Një gabim i madh që e braktis në vendin njerëzit. Po këtu një gjë e mirë që buzaishta e ka më mirë se në çdo zonë. Që është? Ne kemi qenë 100 shtëpi dhe jemi 79 shtëpi, 80 shtëpi. Edhe këtu janë prekupuar me blegtori, me bujqësi, këtu janë me supermarket, me kovaçan, me mulli, me të gjitha çfarë do. Ja, ato të rastat aty. Pra njerëzit nuk kanë ikur shumë. Jo, nuk e ka braktisur këtu shumë. Këtu janë njerëz të prekupuar pas punës. E punojnë tokën? Po. Po, unë që unë im punon, mbi 50 hektar. Po unë u marë si vësjanim. Si vësjanimin e merë ajo që nuk punon tokët. Se nuk ka regull. Se mua ajo s'ma jep tapin. Unë e ka marrë me qira. Mua s'ma jep tapin edhe janë ca regulla që neve që do të thotë naftën e merr ai. Naftën e merr ai. Ti dhe dash. Ja. Gjevit, po si të erdhi ideja që prodhove një mulli? Këtë mulli ka qenë dikuj i zalli Torrës. Kur u bëna vita u vajda e bleva. Po ky ishte tjetër. Po këtë unë e kam borë në dardat Librazhit, është një mulli ujë. Po. Edhe i biri tia ishte inxhinier. Edhe unë i bora rrotën e madhe, po lejshon e riduktova në shpejtësinë e mullirit të ujit. Se këta të mullirit të korrentit e kanë, po e kanë të vogël. Kurse në korrentin humbë cilësinë. Kurse unë shikon si e bon. Shikon si niseshte. Ako ftot. Fshati këtu bluan? Eh? Këtu bluan fshati? Këtu. Po është një mulli tjetër, po atje pak venë. Unë si thonë gjo, është e drejtë tia. Dhe të shkoj ku dojë. Po, ky mulli ma rekord.
Edhe se ndjera. Ja. E kam bërë. Ja. Të bosh lale pektia, ose tash buk misri. Prodhohet misri në fshat? Po. Prodhohet. Ne kemi ujë. Ne kemi ujë me të ngopur, ne kemi 2 rezervuar. Ne kemi Kështu që është turp mos e punosh tokën. patate, fasule, unë bora vjetë 7 kuntal fasule. Ne i bëjmë fasule me uçka kështu, edhe misër i bardhi, verdhë. Shitet i gjithë? Po. Shitet i Ne gjithë. konsumojmë për blegtori, e bëjmë për bukë. Po fasulja? Fasulja shitet me 5.000 kg. Po. Me 5.000 nuk të lanë, bje më rretë. Patate besoj që ecë. Patatja me 500, shitet me 400. Po çmimi është i mirë. I mirë, po unë e mirë patatet verdhe. Se patate e bardhe Është nuk patate e zonës? Po, e zanës. Të kërkosh gjë. Supermarket. Këtu linj, komposto, këtu djafë, bulmetra, shalcë, qatë kërkosh gjë. Se unë kam e bletë, o mjaltin e mbajon dhe s'ka nevojë këtu. E ke bërë si ja shef? Kjo është magazin. Magazin Po e shtëpie. keni për konsum vetjak, gjatë dimrit. Po, dhe t'jak. Kjo streja është me bletë. Është një rreshtë ande për para. Kam edhe pak këtu. Ma dhe blet. He? Ma dhe blet. Po, pasion im. Bletët. Kurse këtu e kam dardë. Është 120 rënjë. Po Bëjnë dardët si në prodhoni. kotë, e di si është, kur të rrim do dërfe. Ajo shkrihet në gojë, edhe unë i laç vetëm dimërorën në bojë, se unë kam bletët. Edhe me plej organik dhe glasën e pulave. Edhe i fut 2 vaditje, edhe e kam bia. Këtu i hajgjerat bia, bre. Ska Ndaj i, e ti e ka që fort. ska ile. Unë 70 vjetë, po thomë, kur e thrasë argat, kanë frikë, se do da i puno shumë vetë. Edhe, këtu kam bërë një qymes, Të dardhën e vendet Turqia. peko. Ja, do të provojmë me pekmezin dhe të gjitha. Dhe pulen, Po. A jam në fshat, unë kam me 2 sera. Një serë është aty dhe një serë e madhe është aty. Unë i kam njëllë me qepulka, me në prill do vi Alma dhe do bëjmë gjithë çfarë. të qarë fletë me gjithë qedë, njësë të vini. Qarë fletë a burë. Po të rishë fshat e mos kesh lopë, të mos kesh një kecë, të mos kesh një pullë. Avash. Hajde këta. Sa pula ke? Po bëhen të vogla të mëdha 100 copë. 100 ca pula. Po. Janë brenda vogla. Janë të voglat janë brenda. Po nuk bon që t'ja shu, po mbi 25. Zakonisht sa mjalt nxjerrin këto? Po varet me sene. Varet si tjetë moti. Kanë dhe kullota për të. Ka kullot këtu. Këtu Zakonisht sa që ka qenë sasia më e madhe e mjaltit që ke nxjerr? mjati ajo po që se në mirë t'jep gjemë 30 kg. Deri në 30 kg. Po këtu është bio, se këtu s'ka... 2 gjërat janë më të shenjta në këtë botë. Mulliri bukës, mulliri të bosh me njerëz, edhe kush bon hile në mulli edhe në bletën, se 2 po prishe vëllaj me vëllanë, po këto si ndajnë detyrat. Njëra roje, njëra me pjellë, njëra... Bleta është gjyna ta përziesh, të fush duart e ta prishish, atë bukurie e pune. Dhe unë nuk thëmë se më ngordi bleta, stagër fëlla. Mua më vdish bleta, thëmë. Se është e shenjtë. Të dhem. Po, më dhe shpirti. Ose më argjohet një bleta, më bo. Unë preken. Se është një gjë që... Mu unë edhe la kur i sytë e këto, mua nuk banë. Se ato të njojnë.
Shikoj njeriu dhe në majtë malit e rregullon po që e punëtor. Ama po si e punëtor, nga o gjaku nuk të vjen. Jo në Amerikë të shkosh, jo në Zvicër, ku të duash. Duhet punë. Ne i ndajmë detyrat. Si çunit, gruaja unë. Sa herë në vitin ndes o gjaku? Unë? Tash i përdimër për zotin pa bear, s'kam kohë, po përdimër. Kam një gripa i sendi, këne kurriza aty. Kënaqesh. Është kënaqësi puna të nderon njerin. Shtëpi e madhe me shumë miq besoj. Po. Unë kam 1000 veta shokën në Mesangjer. Unë kam shokën në Dibër dhe në Gjirokastër e ja kur të rrimë do të... Buzaishta ka nisur të shohë përpara. Peizazhi, ajri i pastër, natyra dhe qetësia po hapin rrugë për turizmin malor. Bujtinat e para kanë nisur të hapen, shtëpitë po rregullohen, sepse Buzaishta e ka gjithçka tjetër: tokën, ujin, njerëzit dhe vullnetin për të mos u dorëzuar. Fshati këtu ka nevojë vetëm për rrugën, domethënë nga Belçani, që ka ngelur pa lidhur, dhe të lidhet me këtë, na nxjerrë gjën kryet fshatit aty sipër, ku i themi ne qafe krorzve. Se kjo që patëm këtu është prishur, se Aq vite. aq vite shkoj mja ajo. Ndërsa kjo rrugë unë ja kam ngritur dhe kryetarit të bashkisë, po që kjo rrugë duhet lidhur, me që ky fshat është se kanë 100 familje. Patjetër. Gjasa kanë 100 familje, këtë nuk duhet ta lësh mbrapa dore, që mos ikin këta që janë. Si e shef të ardhmen e Buzaishtës në rast se bëhet rruga? Mendoj që këta që janë nuk kanë për të lëvizur, por ata që kanë ikur do të vinë. Do kthehen. Do kthehen. Besoj që ka edhe tentativa për se fakti që shtëpitë po bëhen të reja, dhe shumica janë të reja, Po normal. shkojnë dhe vinë. Shkojnë dhe vinë. Dhe ata nëse një ditë ka të ardhur me ka rrugë, s'kam se të rrinë në qytet. Kjo ishte Buzaishta, fshati i cili sigurisht ka nevojë për vëmendje, por mbi të gjitha në brendësitë e tij ka njerëz të cilët dinë të të mikpresin, dinë si ta presin mikun, dinë si ta përcjellin atë, dinë se si ta respektojnë atë mbi të gjitha. Buzaishta, ky fshat i në njësinë administrative të Velçanit të Mokrës, i cili duket se përpara ka një të ardhme të ndritur, sigurisht që pret pak më shumë vëmendje. Këtu janë të gjitha. Uji po, prodhimet e tokës po, banorët nuk e kanë bregtisur, ka shkollë, ka shërbim shëndetësor, ka gjithçka që i duhet një banori për të zhvilluar një jetë normale në fshat. Përveç se punimit të tokës, blegtoria është një tjetër sektor shumë i rëndësishëm me të cilin banorët jetojnë. Tashmë e ardhmja sigurisht do duhet fokusohet tek turizmi malor. Gjithmonë e më tepër, kërkesa e vendasve dhe të huajve është për fshatra të qetë, mikpritës dhe me gatime tradicionale. Buzaishta i ka të gjitha këto dhe të gjitha mundësitë që në të ardhmen të jetë një fshat turistik.